Aeroplani u ul me një tronditje të lehtë mbi pistën e lagësht të Heathrow. Qielli ishte i mbuluar nga një shtresë dendur re e gri, e cila duke sikur i rëndonte mbi kraharor çdo të huaj që zbriste për herë të parë në Londër. Për Arlinën, 27 vjeç, kjo nuk ishte hera e parë që udhtonte jashtë Shqipërisë, por ishte hera e parë që ndjente frikë. Një frikë e qetë, e fshehtë, që i kishte mbërthyer duart gjatë gjithë fluturimit. E kishte lënë pas Tiranën, apartamentin e vogël që ndante me motrën dhe kujtimet që po i ngjiteshin pas si hije. Në korridorin e ngushtë të aeroportit, njerëzit lëviznin me nxitim të përhumbur mes zhurmës së valigjeve dhe njoftimeve automatike. Arlina mori frymë thellë, mori telefonin dhe shkroi një mesazh të shkurtër. Zbrita, jam mirë. Mos u shqetëso. E dërgoi mesazhin tek motra Ilda dhe e futi telefonin në xhep. Një burr i ri, trup mesatar, me flokë të errët dhe xhup të zi, e priti në dalje me një buzëqeshje të ngrohtë. Arlina, tha ai me tekst të lehtë anglez. Po, u përgjigja ajo me një buzëqeshje të drojtur. Jam Daniel. Kështu më tha Agimi, të vitë të marrë. Mirë se erdhe në Londër. Emri Agim i tingëlloi si diell në mes të atij mëngjesi gri. Agimi ishte kushëriri i saj i dytë, që jetonte për më shumë se 10 vjetësh në Angli dhe i kishte premtuar se do ta ndihmonte të gjente punë. Ai nuk kishte mundur të vinte vetë, por kishte dërguar Danielin, një mik anglez me të cilin punonte në ndërtim. Në makinë, rruga nga aeroporti drejt veriut të Londrës duke sikur s'kishte fund. Dritat e zbeta të mëngjesit përziheshin me mjegullën dhe shiun që përplasej mbi xhamin e përparm. Londra është gjithmonë kështu, tha Daniel duke buzëqeshur, ose bie shi, ose do të bjerë. Arlina qeshi lehtë. E di, kam parë shumë filma, ku duket gjithmonë gri. Po, por mësohesh. Gri këtu është ngjyra e jetës. Ata ndaluan para një ndërtese të vjetër me tulla të kushte në një lagje të qetë afër Enfield. Brenda apartamentit, gjithçka ishte e rregullt dhe e thjeshtë. Në mur ishte një fotografi e Agimit me familjen e tij, gruaja angleze dhe 2 fëmijë të vegjël. Në frigorifer kishte ushqim dhe mbi tavolinë një shënim i shkruar me dorë. Mirë se erdhe, Arlin. Jam në punë deri në darkë. Shko pusho. Çelsin e ketë dera. Agimi. Ajo ndjeu një lehtësim të papritur. Pas disa orësh, pasi bëri dush dhe vuri valigjen anash, doli në balkon. Londra poshtë duke e ngadalt, e lagësht, e heshtur. Njerëzit kalonin me ombrella dhe diku një fëmijë çante. Të nesërmen, Agimi erdhi herët në mëngjes. Ishte i lodhur, por fytyra i ndriçoi kur e pa. Më në fund. Mirë se erdhe, vajzë dajës. Ata u përqafuan fort. Agimi ishte 35 vjeç, tip energjik, dhe kishte ndërtuar një jetë solidate. Punonte si përfaqësues ndërtimi dhe kishte marrë leje shëndrimi. Kështu, tha ai duke shtrirë kafen mbi tavolinë, do ta fillosh lehtë. Kam gjetur një vend për ty në një kafene këtu afër, te një çift anglez shumë të sjellshëm. Fillon nesër. Faleminderit shumë, tha ajo me sytë që i ndritnin. Se di si ti shlyej gjithë këto. Mos fol kështu. Këtu ndihmojmë njëri tjetrin. Ne jemi pak, duhet të mbajmë njëri tjetrin fort. Në atë moment, dera u hap dhe u dëgjua një zë fëmijësh. Dadu. Ere home. Ishte gruaja e tij, Sara, një angleze bjonde me sy blu dhe zë të butë. Fëmijët, një djalë e një vajzë, ju hodhën në qafë. Arlina buzëqeshi, por ndjeu një ndjesi të çuditshme, si të ishte në vend të huaj në shtëpinë e dikujt tjetër. Sara hiu afrua dhe i dha dorën me përzemërsi. Ti duhet të jesh kushërira e famshme nga Shqipëria. Kam dëgjuar shumë për ty. Arlina qeshi me droje. Po, on jam. Faleminderit që më pritët. Oh, s'ka përse. Agimi më ka treguar shumë për familjen tuaj. E di sa e vështirë është të fillosh nga e para në një vend të huaj. Mos u shqetëso për asgjë. Në darkë, ndërsa hanin të gjithë bashk, atmosfera u bë më e ngrohtë. Fëmijët qeshnin, Sara tregonte histori nga puna dhe Arlina filloi të ndjehej pjesë e asaj tryeze. Por në mes të asaj lumturie të qetë, ajo ndjente një boshllëk të fshehtë. Një zë brenda asaj i përshpëriste se kjo jetë nuk ishte e saj, se ajo ishte veç një kalimtare në qiellin gri të Londrës. Dita e parë e punës në kafene filloi me nervozizëm. Lokali ndodhej në një rrugicë të ngushtë pranë një stacioni treni. Në derë ishte një tabelë vjetër, dhe blu e finë qsaf. Brenda, aroma e kafes përzihe me tingujt e muzikës jazz dhe trokitjen e filxhanëve. Pronari, një burr rreth të 50-tave me flokë gri dhe sy të qeshur, e priti me ngrohtësi. Mus be Arlina rrith? Agim told me ljoure a hard worker. Elco me aboard. Thank, tha ajo me një anglishte të kujdesshme. Në banak punonte edhe një vajzë tjetër, rreth moshës së saj, me flokë ngjyrë karamele dhe tatuazhe në duar. Megan, tha ajo, nëse të duhet diçka, pyet mua. Faleminderit, u përgjigj Arlina. Po, çfarë the? Qeshi Megan.
Doja të thoja thënk. Jo recutehen mis languages. Në fillim, çdo gjë duke e huaj, mënyra si porosisnin klientët, si duhet të buzëqeshje edhe kur ishe e lodhur, si duhet të lëvizje shpejt. Por brenda pak ditësh, ajo filloi të mësohej. Megan u bë shoqja e saj më e afërt. E ftoi një mbrëmje në pubin lokal. Duhet të dalim, Arlina. Këtu njerëzit punojnë shumë, por dinë edhe si të harrojnë hallet. Në fillim ajo hezitoi, por pranoi. Në pub, muzika ishte e fortë, drita të zbehtat, njerëzit qeshnin e pinin. Arlina nuk ishte mësuar me atë lloj atmosfere. Megan i dha një gotë birë. Cheers! Tha ajo. Arlina preku gotën e saj me të Meganit dhe piu me kujdes. Dhe, tha Megan, më trego pak për Shqipërinë. Është e bukur? Po, shumë. Ka det, male, por edhe shumë probleme. Po pse erdhe këtu? Për një fillim të ri, tha ajo, duke shmangur syt. Dhe ndoshta për ta gjetur veten. Megan e pa me një buzëqeshje të butë. E kuptoi. Të gjithë jemi këtu për ta gjetur veten. Edhe unë, në atë çast, një djalë i gjatë me sy kafe dhe një bluzë gri, ju afrua tavolinës. Megan se prezanton shoqen? Thaj. Po. Arlina, ky është Leo. Punon me mua në një tjetër lokal. Leo, kjo është Arlina nga Shqipëria. Ai zgjati dorën. Nice të mehet, Arlina. Likejse, tha ajo me një zë të ulët. Ai kishte një mënyrë të butë të shikuarit, një lloj qetësie që i jepte siguri. Mbrëmja kaloi mes të qeshurash dhe bisedash të lehta. Kur u larguan, Leo ofroi ta përcillte në shtëpi. Nuk është mirë të ecësh vetëm natën, tha ai. Në rrugën e lagësht, mes dritave të zbehta të rrugicave londineze, ajo ndjeu diçka që s'kishte ndier prej kohësh, një ndjenjë afërsie, një copës ngrohtësie në atë qytet të ftohtë. Kur arritën tek dera e apartamentit, ai u ndal. Ndoshta mund të takohemi përsëri. Ajo buzëqeshi lehtë. Ndoshta. Në atë ndoshta filloi gjithçka. Ditët në Londër kishin filluar të marrin ritmin e tyre. Arlina tashmë e njihte çdo stacion autobusi pranë shtëpisë, çdo aromë të mëngjesit në rrugën ku ndodhej kafeneja, çdo klient që vinte rregullisht për kafen e zakonshme. E kishte kuptuar se Londra nuk ishte qytet për njerëz të ndjeshëm. Ajo të mban gjallë vetëm nëse i reziston, nëse nuk i nënshtrohesh as lodhjes, as vetmis, as shiu të pafund. Në the blu e finst, ajo kishte fituar respektin e pronarit dhe të klientëve. Punonte me kujdes, gjithmonë e qetë, gjithmonë e saktë. Por çuditërisht, çdo mëngjes e gjeti veten duke pritur diçka, një zë, një fytyrë, një ndjesi që se kuptonte dot. Ishte Leo, që nga nata kur e përcolli në shtëpi, ata filluan të shkruanin çdo ditë. Herë në Instagram, herë në WhatsApp. Ai nuk ishte si djemtë të tjerë që kishte njohur në Shqipëri. Ishte i matur, i duruar, me një mënyrë të çuditshme për të bërë që edhe heshtja të mos ishte e sikletshme. Si është dita jote, Arlina? E pyeste ai shpesh. E lodhshme, por po mësohem. Ti. Po mendoja të vi në kafe sot, i shkruante. Dhe vërtet, një orë më vonë, ai shfaqej të dera me një shall gri dhe buzëqeshje të qetë. Një ca pucino, si gjithmonë, thoshte. Po bëhesh klient i rregullt, i kthej ajo me shaka. Jo për kafen, përgjigjej ai me një nënçeshje të lehtë. Një pasdite, pasi lokali u mbyll, ajo po mbyllte kasën dhe Leo priste jashtë. Ke kohë për një shëtitje? E pyeti. Arlina u mendua për një çast. Po, pse jo? Ata ecën drejt lumit thames. Shielli ishte i turbullt dhe era mbante aromën e shiut. Dritat e urës së Westminster ndriçonin ujin poshtë, ndërsa autobusët e kuq kalonin si fantazma. Këtu vi kur dua të mendoj, tha Leo. Ky qytet është shumë i zhurmshëm, por kur shikon lumin, të duket sikur gjithçka qetësohet. Arlina e pa në sy. Nuk e dija që burrat anglez ishin kaq poetik. Nuk jemi të gjithë të ftohtë, qeshi ai. Ti je para që më bën të flas kështu. Ata u ulën në një stol. Heshtën për disa minuta, derisa ajo tha me zë të ulët. Më mungon shtëpia. E kuptoj. Por ndoshta Londra mund të bëhet shtëpia jote e dytë. Po, por nuk është e lehtë. Gjithçka këtu është ndryshe. Edhe mënyra si njerëzit të shohin. Po, këtu secili jeton për vete. Por ndonjëherë mjafton një person që të ndihesh i dukshëm përsëri. Ai e pa drejt në sy. Arlina uli kokën. Zemra i rritë fort. Nuk ndodhi asnjë puthje atë natë. Vetëm një shikim që zgjati pak më shumë se duhej dhe një heshtje që i tha të gjitha ditët kaluan. Marrëdhënia e tyre u bë e afërt, por e pashpallur. Leo vinte gjithmonë në kafe dhe në mbrëmje përcillte në shtëpi. Megani, që i shite çdo ditë bashk, filloi ta ngacmonte. Mos më thuaj që po bie për anglezin tim të preferuar. Arlina qeshi, por se mohoi. Ndoshta pak. Kujdes, zemër. Ata janë të mirë, por nuk lidhen lehtë.
Mos e hap zemrën derisa të jesh e sigurt, por zemra nuk dëgjonte paralajmërime. Një mbrëmje, kur po binte shi, Leo I dërgoi mesazh. Do vish në një vend me mua? Mos pyet ku, vetëm vishe diçka të ngrohtë. Ajo pranoi. Ai e mori me makinë dhe udhëtuan drejt periferisë. Ndalesa ishte një fushë hapur, ku ndodhej një ndërtesë vogël e braktisur që dikur kishte qenë fabrik. Brenda kishte ndezur disa qirinj dhe një batanie mbi dy sheme. Pse më çove këtu? Qeshi ajo, sepse doja të tregoja vendin tim të preferuar për t'u larguar nga gjithçka. Këtu nuk ka zhurmë, nuk ka njerëz, vetëm ne. Ajo ul pranë tij. Jashtë binte shi me forcë. Ai zgjati dorën dhe I fshiu një pikë ujë nga flokët. Arlina. Po? Kam kohë që dua të ta them, por se dia si. Çfarë? Që prej ditës së parë që të pash, më ndryshoi diçka. Dhe çdo ditë që kalon, më mungon më shumë se dje. Ajo nuk foli. Zemra I rrite në vesh. Ai u afrua dhe e puthi ngadalë. Një puthje e butë, e gjatë, që e bëri të harronte çdo gjë tjetër. Për herë të parë që kur kishte ardhur në Angli, ajo ndjeu se ishte në vendin e duhur. Por jeta nuk është aq e mirësaqme. Pas disa javësh, agimi filloi të bëhej më I heshtur. Një mbrëmje gjatë darkës e pyeti. Arlin, ke filluar të dilesh me dik? Ajo ngriti syt. Po pse pyet? Thjesht se këtu njerëzit janë ndryshe. Dua të jesh e kujdesshme. Kam parë shumë histori që s'mbarojnë mirë. Leo është ndryshe. Leo? Anglezi që punon me Megan. Po. Agimi uli kokën. Mos harro se këtu gjithçka duket ndryshe në fillim. Ajo u ndje lënduar. Më duket sikur s'beson se mund të bëj zgjedhjet e mia. Jo, vajz, tha ai me ton të butë. Thjesht dua të mos vuash. Në netët që pasuan, ajo nisi të vërente diçka të çuditshme te Leo. Ishte më I distancuar, her pas here I hutuar. Një mbrëmje, gjatë një shëtitjeje, ai ndaloi dhe I tha. Duhet të tregoj diçka, përpara se të mësoj ndryshe. Ajo u tremb çfarë? Kam qenë I fejuar. Arlina ngriti syt, pa I besuar. Ke qenë? Po. U ndam para një viti. Por ajo është kthyer. Heshtje. Era frynte fort, dhe një copë gazet fluturoi pranë këmbëve të tyre. Dhe tani, pyeti ajo me zë të ulët. Nuk di. Unë dua ty, por ajo po më kërkon sërish. Ajo ndjeu sikur diçka I kishte rënë mbi gjoks. Duhet të kuptosh, Leo, unë s'mund të jem ndalesa jote e përkohshme. Nuk je, tha ai me zë të dridhur. Po përpiqem të bëj gjën e duhur. Atëherë bëje. Ajo u kthye dhe u largua pa thënë më asgjë. Ditët që pasuan qenë të zymta. Jondra dukej edhe më gri. Në punë, Megan e vuri re menjëherë ndryshimin. Ai djalë të lëndoi apo jo? Nuk dua të flas për këtë. Mirë, por mos e mbaj brenda. Këtu, po I dhe zemrën dikujt, duhet të jesh gati që ta marrë me vete. Në mbrëmje, ajo u kthye në shtëpi dhe u ul në dritare. Pikat e shiut rrëshisnin mbi xham. Në dorë mbante një letër që I kishte dërguar Leo, pa mesazh elektronik këtë herë. Nuk e di çfarë jam pa ty, por ndoshta duhet të lë të jetosh pa mua për ta kuptuar. Ajo e mbylli letrën dhe e futi në sirtar. Ndoshta Londra nuk ishte aq e madhe sa për të humbur kujtimet, por ishte mjaftueshëm e ftohtë për t'i ngrirë ato. Në ditët që pasuan, një tjetër realitet nisi të shfaqej. Në kafene, një klient shqiptar, Erseni, që punonte në ndërtim, filloi t'i fliste çdo ditë. Ishte nga Durrësi, kishte ardhur vite më parë dhe dinte mirë si mbjetohet në Londër. Këtu, o punon si kal, o kthehesh mbrapa, I tha një ditë. Mos e humb fokusin. Arlina buzëqeshi. Mos ki merak, se humbas. E di që po kalon diçka. E shoh në sytë e tu. Jo, s'është gjë. Është, po se fole, të hanga brenda. Në ato fjalë kishte diçka të vërtetë. Erseni nuk ishte si Leo. Ishte më I drejt për drejt, më toksor, më I njohur në shpirt. Dhe ndoshta për herë të parë, ajo ndjeu se mund të kishte dy rrugë, një që e çonte drejt të panjohurës me Leon, dhe një që e kthente drejt rënjeve, drejt dikujt që e kuptonte pa shumë fjalë. Në Londër, muaji mars nuk është pranverë. Është një zgjatje e ftohtë e dimrit, një periudhë ku njerëzit nisin të lodhen nga errësira, por dielli ende nuk guxon të dalë. Arlina kishte mësuar tashmë ritmin e qytetit, mëngjeset me shi, kafen e parë për klientët e rregull, zërat e përzierë mes anglishtes, polonishtes, shqipes e spanjishtes që e bënin kafenen të dukej si një botë e vogël brenda një tjetre. Por për brenda, ajo ndjente boshllëk. Çdo mëngjes I dukej një përsëritje e natës së fundit, pa fjalë, pa mesazhe nga Leo. Ajo e dinte se ndarja e tyre nuk ishte përfundimtare, por ishte e tillë që të dy të kuptonin se njëra anë duhet të thyhej për të ecur përpara. Megani e shite ndryshimin tek ajo dhe përpiqej ta mbante në humor. Hajde, shpirto, mos I lë meshkujt anglez të rrëzojnë.
Ata janë si moti të pashëndrueshëm, por s'duhet i marrë shumë seriozisht. Arlina qeshi me zor. Më mirë do të kisha rënë në dashuri me motin. Ai të paktën nuk të premton diell e të sjellshi. Një ditë, ndërsa po pastronte banakun, dera u hap. Ishte Leo, u duki lodhur hipalar, me mjekër të rritur disa ditë. Ai ngriti kokën, por s'tha asgjë. Ai u afrua me kujdes, si dikush afrohet e një kujtimi thyer. Mund të flasim? Tha me zë të ulët. Je vonë, Leo. E di, por më duhet të ta them vetë, jo ta dëgjosh nga të tjerët. Ai mori frym thellë. Ishe fejuara ime, Amelia, është sëmur. Ka kancer. Ajo ngriti syt. Dhe ti u ktheve tek ajo. Nuk u ktheva, po e ndihmoj. Ishim bashkë për 4 vjet. Nuk mund të rria duar kryq. Arlina uli syt. Zemra i rritë në mënyrë të çuditshme, mes dhimbjes dhe keqardhjes. Kjo është arsyeja pse u largove pa thënë asgjë? Po. Nuk dija si të ta thosha. Duhet të më lije të vendos vetë nëse do të qëndroja apo jo. Ke të drejtë, tha ai me zë që mezi dëgjohej. Por nuk doja të fusja në një histori të sëmur. Në atë moment, ndjeu lotët që i ngjiteshin në sy, por nuk deshi të jepte kënaqësinë e një skene melodramatike. Tani e di gjithçka. Mos u kthe më këtu, Leo. Ai qëndroi pak qaste si ngrirë, pastaj doli pa thënë mas një fjale. Megan erdhi me një herë pas tij. E pash kush ishte. Çfarë ndodhi? Më solli të vërtetën. Ishte e mjaftueshme. Do të thotë që historia mbaroi? Jo, tha ajo me zë të dridhur. Histori të tilla nuk mbarojnë kurrë. Thjesht ndalen përkohësisht, derisa t'i harrojmë. Në javët që pasuan, Arlina u përposhtë të rifillonte normalitetin. Në fundjavë, Erseni e ftoi për kafe. Më duket sikur ke harruar të qeshësh, i tha ai. Mbase kam harruar si bëhet. Nuk është e vështirë. Thjesht kujto çfarë ke kaluar për të ardhur deri këtu. Të mbietuarit kanë të drejtë të qeshin. Ata filluan të takoheshin shpesh. Ai ishte i thjesht, pa dram, pa sekrete. Një djalë që e kishte ngritur jetën me duar, që çdo mëngjes zgjoheshte në 5 dhe kthehej në 6 të darkës, i lodhur por me dinitet. Në praninë e tij, Arlina ndjente qetësi. Por çdo herë që ai i kapte dorën, një zë i brendshëm i pëshpëriste, nuk është ai. Një mbrëmje, teksa po kthehej në shtëpi, një makinë ndaloi pranë saj. Ishte Leo. Dritat e makinës ndriçonin shiun që binte pa pushim. Arlina, të lutem, më dëgjo për 2 minuta. Leo, të thash. E di, por nuk mund të lë kështu. Ai doli nga makina, u afrua. Uji i shiut i lagte flokët, rrobat. Amelia ka shkuar në spital. Unë do të jem me të, sepse ajo s'ka askën tjetër. Por kjo nuk ndryshon çfarë ndjej për ty. Ajo u tërhosh një hap pas. Leo, dashuria nuk është një dhomë që mund të ndash me 2 persona. Nuk po të kërkoj ta ndaj, po të kërkoj të më kuptosh. Jo, të kuptoj do të thot ta pranoj. Dhe unë nuk mundem. Ajo u largua, duke lënë pas aromën e shiut dhe një burr që duke i humbur në mes të Londrës. Në javët që pasuan, ajo mori lajmin se Amelia kishte ndëruar jetë. E dëgjoi nga Megan që kishte mësuar përmes një njohjeje të përbashkët. Arlina nuk foli, vetëm uli kokën. Në atë moment kuptoi se dashuria dhe fati nuk ecin kurrë paralelisht. Erseni e pa më të qetë, më të përmbajtur. Doja të ftoja diku, i tha një pasdite. Po bëhet një koncert shqiptarësh në qytet. Të vim bashk. Ajo pranoi. Ishte hera e parë pas muajsh që doli për argëtim. Në sallë muzikë, flamuj kuqezi, njerëz që këndonin këngë të vjetra. Ai afroi një gotë verë. Të ndje mungesën e Shqipërisë? Çdo ditë, tha ajo. Po më mungon më shumë ajo ndjesi që i përkisja dikujt. Në atë çast, diku në turm, ajo pa Leon. Ishte në fund të sallës, i heshtur, vetëm. Shikimet e tyre u kryqëzuan për pak sekonda. Ai se kishte parë që ajo ishte aty. Ajo uli syt dhe u kthye drejt Ersenit. Më fal, më duhet të shkoj jashtë pak, tha. Në korridorin e sallës, ai e ndoqi. Çfarë ndodhi? Asgjë. Thjesht më duhet ajër. Por në të vërtet, ajo ndjeu që e kaluara nuk të ndjek, ajo të pret diku. Të nesërmen, ajo gjeti në derën e kafenes një letër pa emër. Në të shkruhej. Të lash të ikje sepse desha të bëj gjën e drejtë. Por tani që çdo gjë ka mbaruar, nuk e di nëse drejtësia ka kuptim pa ty. Ajo e palosi letrën dhe e mbajti në xhep gjithë ditën. Në mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, Sara po e priste me fëmijët. Arlina, a je mirë? Pyeti ajo. Jam mirë. E di që është e vështirë, por ndonjëherë, kur humbasim diçka që duam, fitojmë diçka që na duhet. Ajo e pa, por se kuptoi plotësisht. Në mbrëmjen e asaj dite, teksa shikonte qytetin përmes dritares, mori vendimin që kishte shmangur për muaj të tërë.
Do të largohej nga Londra. Jo për të kthyer në Shqipëri, por për të filluar nga e para në një qytet tjetër. Dik tjetër mund të njihte, ndoshta një histori tjetër mund të ndodhte, por ajo që kishte jetuar këtu, do ta mbante gjithmonë si plak të bukur. Një muaj më vonë, ajo u nis për në Manchester. Në tren, ndërsa Londra mbetej pas, ajo preku qesen e vogël ku mbante 2 letra, një nga Leo dhe një nga Ilda, motra e saj. Në letrën e motrës shkruhej: "Mos haro, Arlina, ti nuk shkove për të gjetur Dik. Shkove për të gjetur veten." Ajo buzëqeshi për herë të parë pas shumë kohësh. Dritarja e trenit reflektonte fytyrën e saj të lodhur, por më të fortë. Londra u zhduk në mjegull. Diku larg, dielli për herë të parë duke sikur po çante redgri, era e Manchesterit ishte më e ashpër se ajo e Londrës. Nuk ishte vetëm ajri që vinte nga veriut, ishte ritmi ndryshe, njerëzit që lëviznin më shpejt, rrugët që nuk të njihnin dhe nuk donin të njihnin. Por Arlina kishte mësuar tashmë të mos kërkonte ngrohtësi tek qytetet, ajo kërkonte qetësi brenda vetes. E kishte marrë me qira një dhomë të vogël në katin e sipërm të një ndërtese me tulla të kuqe, përballë një stacioni autobusi. Pronari, një burr rreth të 50-tave me emrin Richard, ishte i sjellshëm por i ftohtë, tipi i anglezit që flet vetëm kur duhet. Dhoma ishte e thjeshtë, një shtrat hekuri, një tavolinë, një dritare e madhe që hapte pamje mbi rrugën ku njerëzit nxitonin çdo mëngjes. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndjeu një ndjenjë lirie, askush nuk e njihte, askush se pyeste, askush se gjykonte. Ditët e para ishin të çuditshme. Në mëngjes, ajo pinte kafe në një vend të vogël afër stacionit të trenit. Shërbente një vajzë e re indiane me emrin Priga. "Ti nuk je nga këtu, apo jo?" e pyeti ajo një mëngjes, ndërsa i sillte kapuçinon. "Jo, jam nga Shqipëria." "Shqipëri nuk kam qenë kur. A është vend me diell?" Arlina buzëqeshi. "Është plot diell. Base shumë për këtë që s'është mësuar me të." Ata u bën miq shpejt. Prida ishte sinqert, pa filtra, plot energji. Një mbrëmje e ftoi në një festë të vogël me miqtë e saj. Aty Arlina njohu një djalë, Danielin. Ishte 29 vjeç, inxhinier ndërtimi, me sy të kaltër dhe një mënyrë të qetë të folurishe e bënte të dukej më i vjetër se mosha e tij. "Kam qenë në Tiranë para 2 vitesh për punë," i tha ai. "Ishte ndryshe nga çdo qytet tjetër që kam parë. Ka diçka të veçantë tek njerëzit tuaj." "Po çfarë?" e pyeti ajo me buzëqeshje të lehtë. "Syt," tha ai. "Janë të thellë si të njerëzve që kanë parë shumë." Fjalët e tij i ngjitën një ndjesi të çuditshme në gjoks. Ajo kishte harruar si ishte të flisni me ndjenjë, pa qëllim, pa truk. Jeta në Manchester nisi të marrë formë. Arlina gjeti punë në një qendër librash të përdorur, The Turning Page. Ishte vend i vogël, me raftet e mbushura dhe aromë të vjetër letre. Pronarja, zonja Helen, ishte një grua e moshuar që e priti me dashuri. "Këtu çdo libër ka një histori dhe çdo njeri që hyn vjen për të gjetur diçka që i mungon," i tha ajo në ditën e parë. Ajo e donte atë qetësi. Njerëzit që vinin për të kërkuar libra ishin ndryshe nga ata të kafenes, më të heshtur, më të thellë, shpesh më të vetmuar. Në një qoshe të librarisë kishte një dritare të madhe, ku Arlina ulej në pushime me një filxhan çaji dhe lexonte poezi angleze. Një herë, gjeti një libër të vjetër me titull Letters to Fellows. Brenda kishte një shënim. "Nëse ndonjëherë gjen këtë libër, dije se dikur i përkiste dikujt që s'dinte si ta harronte dashurinë." Ajo buzëqeshi me hidhërim. Si ta dinte autori, ajo ishte e njëjta grua që s'dinte si ta harronte një dashuri të humbur. Një të diel pas dite, teksa po e mbyllte librarin, dera u hap dhe hyri dikush. Ishte Daniel. "Po e mbyll?" pyeti ai. "Po, pas 5 minutash." Atëherë më lër të blej diçka me shpejtësi. Ai mori një libër të rastësishëm nga rafti. "Wuthering Heights. E ke lexuar?" e pyeti ajo. "Jo. Kam dëgjuar që është për dashuri të dhimbshme." "Është për dashuri që nuk vdes kur," tha ajo me ton të butë. "Ndoshta duhet ta lexoj. Ndoshta duhet të më ndihmosh ta kuptoj." Arlina ndjeu një nxehtësi në fytyrë. Ishte shumë kohë që se kishte ndjer atë lloj afrimi. "Ndoshta," tha ajo me zë të ulët. Pas atij momenti, ata filluan të takoheshin shpesh. Në mbrëmje shkonin për shëtitje te kanalet e Manchesterit, ku dritat pasqyroheshin mbi ujë si copza të qeta. Daniela dëgjonte, nuk e gjykonte, nuk i bënte pyetje të tepërta. Ajo e ndjeu që po afrohej me të ngadalë, me kujdes, si dikush që ecën në akull. Një natë, ndërsa ishin ulur në park, ai i tha: "Më duket se fsheh diçka. Jo një sekret, por një histori." Ajo heshti për disa sekonda. "Të gjithë kemi histori që s'duam t'i tregojmë, Daniel." "Po pse?" "Sepse ndonjëherë, nëse i themi me zë, rikthehemi dhe dhimbim me to." Ai nuk nguli këmbë. Vetëm i mori dorën dhe e mbajti për pak kohë në heshtje.
Në atë moment, ajo ndjeu një lloj paqeje që nuk e kishte njohur më parë. Por fati nuk e lejonte të qetësojë gjatë. Një mëngjes, ndërsa po hapte librarin, Helen i dha një zarf. "Është për ty," i tha. E solli dikush më herët. "Nuk e njoh." Zarfi s'kishte emër, vetëm një dorë shkrim të njohur. Brenda kishte një letër të shkurtër. "Nuk do të vi më, por dua të dish që çdo herë që bieshi në Londër, e ndjej siguri aty." Allah! Ajo ul në karrige, e mbajti letrën në duar për disa minuta. Nuk qau, nuk buzëqeshi, vetëm ndjeu një ndjenjë të thellë pajtimi. Tashmë e kaluara nuk e ndishte, e shoqëronte në heshtje, ditët kalonin, Stina ndërrohej, dhe jeta e saj në Manchester filloi të bëhej më e qëndrueshme. Priga u bë shoqja e saj më e ngushtë, Helen si një nënë e dytë, dhe Daniel një pranverë e re që s'kishte ardhur me shi. Në fund të një nate vere, Daniel e mori për dorë dhe e çoi te ura e vjetër mbi kanal. "Dua të tregoj diçka," tha. Ai hapi xhepin dhe nxori një varse të vogël me një gurngjyrë deti. "Nuk është shumë, por është gjëja e parë që mendova kur të pash." Ajo e pa e hutuar. "Pse?" "Sepse më the që vjen nga një vend me diell. Dhe dua që çdo herë që bieshi, ta mbash këtë dhe të kujtosh që diku ekziston dielli yt." Arlina nuk foli. E përqafoi fort, më fort se kur më parë. Në sytë e saj, për herë të parë, Londra s'ishte më plag, por kujtim. Një kapitull që kishte mbyllur, jo për t'u harruar, por për t'u falur. Një vit më vonë, në librarin The Turning Page, ajo ulej në dritare me një filxhan çaji dhe një dorëshkrim të saj. Titulli i tij ishte i thjeshtë: "Nën qiellin ngritë të Londrës." Një histori për dashurinë, humbjen dhe fillimet që lindin nga fundet. Diku në fund të librit, ajo shkroi një fjalë që do të mbetej si mantra e saj. "Ka dashuri që s'janë bërë për të zgjatur, por për të na mësuar si të duam më mirë herën tjetër." Në atë moment, Arlina e kuptoi se s'kishte nevojë për një fund të madh. Sepse jeta nuk mbyllet me një pikë, por vazhdon me një frymëmarrje, koha kishte kaluar shpejt. 2 vjet që nga ajo ditë kur Arlina kishte lënë Londrën pas, dhe jeta në Manchester ishte bërë shtëpia e saj e re. Në raftet e librarisë The Turning Page, ajo tashmë punonte jo si shitse, por si bashkëmenaxhere, dhe dorëshkrimi i saj ishte gati për botim. Helen e mbështeti me gjithë zemër. "Ti ke rrëfyer jo thjesht një histori dashurie, Arlina. Ke rrëfyer çfarë do të thotë të mbijetosh," i tha ajo, ndërsa shite kopjen e parë të librit në duar. Në kopertinë, një vajzë që ecte nën shi me një ombrell të kuqe. Ishte si një pasqyrim i vetes së saj, por më e fortë, më e qetë. Në mëngjeset e hershme, ajo tani zgjoi pranë Danielit. Ishte bërë partneri i saj, shoku, shtëpia ku më në fund ndjente siguri. Nuk ishte dashuri e vrullshme si ajo e Leon, por ishte e qëndrueshme si drita që nuk fiket kur, por qëndron ngrohtë gjithë natën. Një të shtunë, teksa po pinin kafe në kuzhinën e tyre të vogël, Danieli tha: "Libri yt po del javën tjetër. A e mendon ndonjëherë se dikush që e njeh do ta lexojë?" Ajo ngriti kokën ngadalë. "Po," tha me zë të ulët. "Dhe e di që do ta lexojë." Ai e kuptoi pa pasur nevojë për sqarime. Në zemrën e saj, emri Leo s'ishte më plag, por kujtim. Një kujtim që ende kishte ngjyrë, por jo dhimbje. Në ditën e promovimit të librit, libraria ishte e mbushur. Gazetar, lexues, njerëz që vinin për të parë autoren shqiptare që kishte shkruar një histori që fliste për ndarjen, dashurinë dhe mësimin për të ecur përpara. Arlina doli para tyre me emocione. "Shumë kush më ka pyetur nëse kjo histori është e vërtetë," tha ajo. "Por unë besoj se çdo histori dashurie është e vërtetë në mënyrën e vet." Kur mbaroi fjala e saj, njerëzit duart rokitën. Në atë çast, një figurë u shfaq në derë. Një burr me pallto të zezë që qëndroi për disa sekonda në heshtje. Ajo mbriti syt, dhe zemra i ndaloi për një çast. Ishte Leo. Ai nuk kishte ndryshuar shumë. Flokët pak më të gjatë, sytë e njëjtë, por kishte diçka tjetër në të, një qetësi që se kishte parë kur. Ajo u afrua ngadalë, ndërsa njerëzit po shpërndaheshin. "Leo?" Ai buzëqeshi lehtë. "Nuk do të vija, por pash njoftimin dhe nuk munda të mos vij." "Sa kohë ka që je këtu?" 2 javë. "Jetoj në Leeds tani. Një projekt i ri." Jeta vazhdoi, më në fund. Ajo ndjeu një val emocionesh të përziera. "Dhe pse erdhe sot?" Ai e pa drejt në sy. "Për ta mbyllur. Jo historinë tonë, por atë kapitull që të mbajti peng." Ajo mori frym thellë. "Mendoj se është mbyllur tashmë, Leo." "Po," e tha ai. "Por ndoshta s'kishim mbyllur dot pa parë njëri tjetrin një herë të fundit." Ai e mori librin e saj në dorë. "Më lejon ta nënshkruash?" Ajo mori stilolapsin dhe në faqen e parë shkroi: "Për dikë që më mësoj si të dua, edhe pse jo si të ndalem së dashuruari." Ai lexoi, buzëqeshi lehtë dhe syti u mbushën me dritë. "E bukur si gjithmonë."
Ata qëndruan disa sekonda në heshtje. Ajo e dinte që ishte hera e fundit që shite. Ai e dinte që s'kishte më nevojë të qëndronte. Kur u largua, jashtë po binte shi. Ajo e ndoshi me sy, derisa hapi ombrellën dhe u zhduk në mjegullën e rrugës. Mbrëmjen e asaj dite, ajo qëndroi pranë dritares. Danieli po gatuante në kuzhinë dhe shtëpia mbushej me aromë të mirë. Ajo mbante në dorë librin e saj dhe ndjeu një lloj mbylljeje që se kishte ndier kurrë më parë. Në dritaren përballë, shi binte me ritëm të qetë. Ajo mori varsen me gurin gjyrë deti dhe e vuri në qafë. "A je mirë?" e pyeti Danieli nga pas. Ajo u kthye dhe e pa. "Po, jam shumë mirë." Mendoja se po mendoje për të kaluarën. "Jo," tha ajo me një buzëqeshje të qetë. "Po mendoja për të ardhmen." Ajo u afrua, e përqafoi nga pas dhe të dy qëndruan në heshtje duke parë shiun. Në atë moment, ajo kuptoi që Londra me gjithë dhimbjet dhe kujtimet e saj nuk ishte më vendi ku kishte humbur veten, por ku e kishte gjetur. Më vonë atë natë, ajo hapi një dritare të re në laptop. Një dokument bosh. Titulli i ri. Kur qielli hapet, ajo nisi të shkruaj me duar që dridheshin lehtë, me frymë që vinte e shkonte me zemrën e mbushur. Sepse për herë të parë, nuk po shkruante për të kaluarën, por për gjithçka që do të vinte.